ju bëj thirrje të gjithë strukturave të Partisë Demokratike, komisionerëve të vëzhguesve, kandidatëve drejtuesve, që të bëjnë gjithçka që të mbrohet çdo vot, pa asnjë me përkushtimin më të madh, sepse çdo vot kundër regjimit meriton nderimin më të madh dhe vlerësimin më të madh, dhe të mos kenë asnjë ndikim nga asgjë. Kjo është detyra më e rëndësishme për demokratët sot. Le të durojmë për të përfunduar dhe numërimin e votës së fundit. Atëherë, Partia Demokratike do të bëj të gjithë vlerësimet e saj. Në qoftë se punësohen 10 mijëra punojës për votë, pat qendrat e votimit të rrethuara nga patronazhistët të katerantë dhe zyrat ilegale të Partisë Socialiste të ngritura pranë qendrave të votimit. Ju, në qoftë se pat faljen 2 net para të rreth 150 milion euro gjoba të mbi 170.000 qytetarëve, atëherë emrin zgjedhjeve ja u vini vetë, po unë nuk jam këtu për këtë sot, se këto i kemi thënë ne, unë sot jam për të bërë thirrje qytetarëve të numërojnë çdo vot. Asnjëri para këtij procesi nuk mund të bëjë automatin, nuk mund të bëjë atë se këto nuk ka ndodhur. Ju jeni dëshmitar që s'mund të hedhë, sepse këto që thash unë janë 4 prej tyre janë me vendime zyrtare qeverie, pra publike, nuk janë private. Apo së shu, ka kritere për zgjedhjet, janë shkelur në mënyrën më të pamëshirë. Vetëm ai që është sipër mund të ndaloj Partinë Demokratike pa bërë gjithçka për të mbrojtur votën e shqiptarëve. Ky komb do votoj i lirë. Ju them unë ju. Forcë në botë nuk do ketë të pengoj shqiptarët votojnë të lirë. Urdhoni? Trumpi është një forcë që mbështet fuqishëm zgjedhjet e lira në Amerikë dhe në botë. Pra dhe njëherë, asgjë, e kuptoj pyetjen, di unë atë. Jo. Ta harroj kush se mund të pengoj shqiptarët pa realizuar, pa votuar dhe ata si kombet tjera të lira.